Sa janë të përgatitura institucionet tona arsimore me qenë në këtë fushë që t'i pranojnë edhe të trajtojnë fëmijët me nevoja të veçanta në Kosovë? Realisht ka vështirësi të mëdha, duke filluar prej përgatitjes së mësimdhënësve. Do thot nga terreni, nga vizitat, nga trajnimet të ndryshme dhe puna që më ka rastisur me shku në gjitha komunave, në komunat ka mungesë trajnimeve për arsimin gjithëpërfshirës. Do thot, unë jam edhe trajner i shumë programeve të akredituara të Ministrisë të Arsimit, rastis në për shumë shkolla që nuk e din as konceptin e planit individual, që është një dokument shumë i rëndësishëm për pranimin e nxënësve me nevoja të veçanta. Pastaj një sfidë tjetër që është shumë prezente dhe që e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme, mungesa e vlerësimeve pedagogjike. Në rregulla edhe me udhëzime administrative dhe me ligjet e Kosovës, asnjë nxënës nuk mund të quhet me nevoja të veçanta arsimore në rast se nuk është i vlerësuar nga ekipet komunale për vlerësim. Pra, me udhëzim administrativ duhet të vlerësohen nga këto ekipe në përbërje të cilat ka edhe psikolog, edhe punëtor social, edhe pedagog special, edhe mësimdhënës në përshtatës dhe zyrtari komunal.